محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet takojnë Allahu të madhruar, atë e falënderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, si besimtar e kemi obligim që çdo të mirë që e kemi, që na e ka dhënë Zoti i gjithësisë, edhe çdo vlerë që e kemi trashëguar prej atyne që kanë qenë para neve, me e bartë edhe me e transmitu e me e përcjell të brezit që vije mas neve. Kësaj, ne e kemi obligim mes tjerash me qenë mbrojtës edhe gardian të gjitha vlerave me cilat jetojmë edhe cilat i konsiderojmë për të sakta edhe të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një deklarat të tij, duke e përshkruar misionin e tij, e ka thonë një fjalë të thjeshtë po të rëndësishme dhe domethënëse. Ka thonë innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Nuk jam tregu për tjetër gjë përveç se nuk jam dërgu për tjetër gjë përveç se që atë që ka qenë e mirë, edhe e saktë, edhe e duhur nga e kaluara, unë me e marr, me e rujt, me e mbrojt, me e kultivu, edhe me e zhvillu, me e çu edhe ma tutje. Kësaj e vrejmë se ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të vërtetë ka qenë përgjigje e nevojës njerëzore për riorientim, për ridrejtim, mas një lajfitje të thellë, mas një humbjeje të vlerave dhe të shumë gjanave. Megjithatë, ardhja e tij nuk ka qenë qitje në zero e çdo gjaja që ka mujt me qenë e mirë. Për këtë arsye ka thonë, kam ardhur me i plotësu, jo me i rënu e me fillu ndërtimin prej fillimet. Tash kur e kemi parasysh një gjatë tillë, na e kujtojmë se kur kemi qenë ne të ri, e të pafuqishëm, e të paformuar, e të paorientuar, është kujdes dikush për neve, ata kanë qenë prindrit tanë. Ashtu sikur se është kujdes dikush për ata që kanë qenë para tyne, dhe ata prindër në neve janë mundu me ushtru një ndikim pozitiv duke mbjell një edukat të mirëfillt, e cila na ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, dhe ajo edukat, pavarësisht mundësive materiale, pavarësisht edhe mundësive reale për me vepru, edhe për me arrit ndonjë gjë, ajo edukat ka qenë siguresa dhe ka qenë garancia që na mos me u lajthit. Edhe kemi vazhduar mes tjerash si trashëgimtar të asaj edukate, po mbi të gjitha si trashëgimtar të identitetit, pjesën më të rëndësishme të cilit e ka zonë besimi jonë. Tash na krejt ato që e kemi trashëgu, kemi përgjegjësi karshi saj. E kemi përgjegjësinë me e përcjell të gjeneratat të cilat e vinë pas neve. Jo rrallë bisedojmë edhe analizojmë, a e kemi ne ma vështira apo e kam pas prindrit tanë. Si rrjedhoj parashtrohet pyetja, a e kemi ne ma vështirë, a do ta kenë fëmijët tanë. Në të vërtetë në të kaluarën nuk është se prindrit tanë nuk janë përballë me sfida, ndoshta edhe shumë të rana. Nuk është edhe ne si brez i mesëm që nuk kemi përballë me to, megjithatë nganjëherë disa sulme që i kemi përjetu na kanë bërë më të fortë dhe më të kapur për besimin tonë. Edhe mendoj se këtu ekziston një dallim mes neve dhe brezit në ardhje, për shkak se sfida e tyne është se sulmet nuk janë gjithmonë të drejtë për drejta, nga njëherë janë shumë perfide, nga njëherë janë shumë të pavrejtuna, edhe ata rrezikojnë me u dëmtu duke mos e hetu. Për shkak të kësaj, mbetet përgjegjësia jonë që brezin e fëmijëve tanë, që brezat e ardhshëm përgjithësi, me i imunizu me një edukat të mirëfillt, e cila
me ndihmën e Zotit fuqiplot ka me mbet garant që ata mos me deviju. Sikur se i kemi imunizime të ndryshme në situata të përhapjes së smundjeve, epidemive e të ngjashme, që e dim se krahas ruajtjes janë edhe disa imunizime shtesë që merren në mënyrë që njeriu me qenë më i mbrojtur prej atyne sulmeve. Të njëjtën gjë e kemi obligim ne si besimtar, duke e pas parasysh se ditët që po i përjetojmë, edhe ato që pritet me ardhë, në të vërtet sulmet në bërthamën, në themelin më të fortë të shoqërisë, edhe të njerëzimit, që është familja, sulmet janë shumë të paskrupullta, edhe janë të shumë anshme, edhe duke e pas parasysh në mes tjerash, edhe avancimin teknologjik, edhe lehtësinë e komunikimit, asnjë shoqëri, asnjë familje pothuajse nuk ka mbetë e garantume nga këto sulme, përveç ata të cilët i mbron Allahu fuqiplot e Allahu punon me sebeb, ndërsa ai sebeb, ai shkas me cilin Allahu vepron, duhet të jemi ne të nderuar vëllezër. Kemi barg që gjithat mirësi të cilën ne në vetvete e kemi pranuar si të tillë, gjithat besim të cilit i kemi hapur rrugën në zemrat tona, po e kemi përkthyer edhe në praktikat tona, e kemi obligim me u përcjell evlatëve tonë. E kemi obligim me u përcjell familjeve tona, për arsye se nganjëherë e vrejmë se një bab ka qenë shumë burr i mirë, ama kur e sheh me njëherë brezin mas tij, e sheh se nuk është në të njëjtën vit që ka qenë baba e gjyshi e familjarët në përgjithësi. Pse ndodh një gjë e tillë? Ne e kemi parasysh se gjërat ndodhin me lejen edhe me caktimin e Allahut. Mirë, po këtu jemi të fol për përgjegjësinë tonë. Pse ndodh një gjë e tillë? Ndodh mbase përveç tjerash edhe për shkak se ai bab nuk ka qenë shumë i vëmendshëm, për me u kujdes çka po i lën në emanet brezit të vet. Sot shumë njerëz ankohen duke thonë për shkak të punës edhe angazhimeve të shumta, nuk po jemi në gjendje me i përcjell fëmijët tanë, nuk po jemi në gjendje me i pa fëmijët tanë të urrit. Kjo është një logjik disfatiste. Kjo është një logjik në cilën qysh në start burri e pranon humbjen e betejës. E ky është dorëzim i parakashëm të nderuar vëllezër. Për çfarë arsye? Për arsye se na nëse punojmë atë shumë, për çka po punojmë? Nuk jemi të punu për vete, jemi të punu për qëta, që thojnë ai logjika, për qëta e vlad, mja u bo një jetë sa më të mirë. E qysh mundet me qenë jeta e mirë nëse i sigurojmë ata materialisht, e i kemi lanë me u shkatru moralisht, ose në aspektin e besimit, ose në aspektin e identitetit. Andaj për këtë arsye do të jemi shumë të vëmendshëm, e nga njëherë për një mend ndodhemi në situatat të atilla që na duket se nuk kemi çfarë me bë, por nuk duhet ta harrojmë atë lidhje të mirë edhe të fuqishme që e kemi me Zotin e gjithësisë, e cila duhet të shfrytëzohet mes tjerash, jo vetëm për të frymëzuar që aty në me ju përcjell mesazhin e duhur, po me u frymëzuar edhe për me e lutë Allahun e madhruar se funi funit të gjithëve, edhe neve, edhe ata që vinë mas neve, Allahu na ka në dorë. Edhe zemrat e tyne Allahu i ka në dorë, edhe udhëzimin e tyne ose lënien e tyne pa udhëzim, Allah i madhruar është ai i cili vendos për këtë. Mirë, po ti marrim shembull burrat e mirë, burrat më të mirë të njerëzimit që kanë kaluar para neve, e që me jetën e tyne, me veprimtarinë e tyne, me përkushtimin e tyne, edhe me lutjet e tyne, neve na kanë dhënë shembull se çysh do të me usill një prind. Ne marrim shembullin e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, që ka qenë një prej njerëzve më të përzgjedhën të njerëzimit, më të përzgjedhur nga ana e Allahut fuqiplot. Ai i bekum, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ai në mes tjerash brengën e vet neve na e ka paraqit nëpërmes lutjes së vet. Pra kur i marrim lutjet e Ibrahimit alayhis salam, e shohim se çfarë derti, çfarë gajlje, çfarë shqetësimi ka pas Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Në surën Ibrahim, Allah i madhruar e përshkruan momentin kur Ibrahimi alayhis salam e lën gruan edhe fëmijën e tij foshnje. Aty ku është sot Mekja, qyteti i Mekës, atëherë kur s'ka pas jetë fare, dhe qysh i drejtohet Ibrahimi a.s. me lutje Allahut fuqiplot, duke thonë, Rabbena inni eskentu min dhurrijeti biwadin gajri dhi zara'in, inda bejtike al-muharrami, Rabbena li yuqimu s-salah. O Zoti im, unë e lash një pjesë të familjes time, afër shtëpisë tande, në një login pa asnjë element të jetës.
Zoti im, le ta falin namazin. Nuk është lutë, nuk ka thonë, Zoti im, le të kenë çka me hongër edhe me pi. Për çfarë arsye? Për arsye se Ibrahimi a.s. ka qenë i bindun edhe e ka ditë. Qysh do të jemi të bindun edhe ne, qysh do të ta dim edhe ne, se ai person të cilit Allahu i ka dhënë shpirt, ati ja ka garantuar edhe çka ka me hongër edhe me pi. Edhe nuk ka mundësi njeriu me nda nga kjo jetë pa e përmbush, pa e shpenzu krejt atë çka e ka të caktuar. Kjo absolutisht nuk do të na bëjë neve pasiv me thonë, po masi qenë ka e caktuar, pse mu lodh me punu. S'është ky mesazhi i kësaj, po mesazhi i kësaj është se ne duhet të ndihemi të garantuar fizikisht, po të ndihemi jo të garantuar shpirtnisht, në aspektin identitar dhe në aspektin e besimit. Dhe brenga jonë e parë edhe kryesorja duhet të jetë pikërisht kjo, për arsye se pas kësaj, kur njeriu e gjen udhëzimin, edhe kur e gjen rrugën e Allahut fuqiplot, atëherë edhe angazhimi i tij për jetën e kësaj bote ka me qenë pozitiv. Ka me qenë në drejtimin dhe në kahjen e duhur, me nivelin dhe intensitetin e duhur. Për këtë arsye Ibrahimi a.s. e kishte këtë brengë, Zoti im, le ta falin namazin. Ose pak mas disa ajeteve në njëjtën surë, në surën Ibrahim, Allah i madhruar e përshkruan edhe lutjen tjetër të Ibrahimit a.s. i cili thot: Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Zoti im, më bëj mua prej atyre të cilët namazin e ngritin, e falin, e implementojnë në tansi ashtu si duhet, po kësaj bëj edhe pasardhësit e mi. Nderuar vllazën, ajo brenga edhe shqetësimi jonë. Fëmijët tanë, a janë të uritur edhe të etur, apo janë të ngopur? A janë të veshun edhe të mbathun, apo janë të paveshun edhe të pambathun? A janë të shëndetshëm, apo jo? Kjo është brengë natyrshme që secili prind e ka. Kësaj brenge, jo që do të mja bashkangjit, po do të mja vendos përpara, se kjo është në rregull. Kjo brengë dhe kjo shqetësim është shumë në rregull. Mirë, po nuk është në rregull, na duke u brengos për të gjitha këto gjana me harru se nesër çaj fëmijë mundet me u bë argati dikujt tjetër për shkak të mungesës së vetdijes, për shkak të mungesës së besimit, për shkak të mungesës së atyne elementeve të rëndësishëm të identitetit. Andaj me një edukim të mirëfillt, e sidomos të atij fetar islam, ne do të jemi në gjendje me e bo punën tonë, me u shkarku prej përgjegjësisë tonë, po njëkohësisht edhe me lejen e Allahut me i garantu brezat tonë të ardhshëm se nuk do të lajthiten, nuk do të devijojnë, por do të mbeten të jetojnë në vazhdimsi në rrugën e Allahut, ashtu siç Allahu i madhruar është i kënaqur. Andaj të nderuar vllazën, kemi obligim edhe përgjegjësi. Nuk është përgjegjësia jonë thjesht vetëm ta sigurojmë një shpëtim vetëm për vete, ashtu siç në aspektin material nuk është përgjegjësia jonë ta sigurojmë vetëm një mbijetesë për vete. E kemi edhe brengën e familjes edhe të evlatëve, në njëjtin aspekt, domethënë nuk duhet ta shpërfillim edhe brengën e edukimit. E kom thonë disa herë, po e përsëris dhe po e përfundoj me këtë, mos u dorëzoni. Edhe mos thuj evlatët mu kanë rrit, janë bo më të mërim se unë, janë bo më të meqëm se unë, më të dishëm se unë, edhe s'po më dëgjojnë. Thuj e fjalën, se ndoshta masi ti mshelësh ti syt, aty në kam ju ra ndërmend me thonë baba na këshilloi ke kështu edhe kështu. Edhe realisht krejt jemi dëshmitar që shumicës e njerëzve fjalët e babës në mes tjera u bin mend masi që baba të ndahet nga kjo jetë. Andaj thuje fjalën e mirë, thuje këshillën e mirë, mundo me investu në edukatën e duhur edhe të mirëfillt, për arsye se kësaj atyne inshallah ua mundsojmë një mbijetesë konform kënaqësisë së Allahut fuqiplot. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vetë dhe për ju, andaj edhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Të nderuar vllazën, Allahu e ka kriju një dashurit natyrshme, e cila s'ka nevojë me u mësu as në për shkollë, as me u lexuar në për libra, në mes familjarëve, mes prindve dhe evlatëve. Fëmia sa është i vogël me e pyet kush është më i dishmi, më i mëshmi, më i fortë, më i duhur, më kështu me radhë, gjithë përgjigjja është baba jam, nona jam. Pse? Për arsye se në sytë e fëmijës natyrshëm këta dy persona janë njerëzit më të mëdhenj, edhe më të mirë që ekzistojnë. Ne si prindër me bë me e kuptu qëta, edhe me e shfrytzu ashtu si duhet, pastaj edhe fjala jonë ka me pas karar, ka me pas pesh, ka me nxon vend në formimin
e atyne brezave. Ne nga njerë na duket se fëmijët nuk po na dëgjojnë, mirë po harrojmë se ndoshta nuk e kemi gjetë gjuhën e duhur për me folë me ta. Ndoshta nuk e kemi gjetë formulën e duhur për me ushtru ndikim në ta, andaj në radhë parë duhet ta shikojmë veten, të përmirësohemi vetë, t'i kthehemi Allahut fuqiplot ashtu që duhet, qysh duhet, e pastaj të lutemi për fëmijët tonë, e pas kësaj çdo fjalë që ja themi sigurisht që do të ketë peshë, edhe do të ketë ndikim, nëse jo sot, do të ketë ndikim nesër, nëse jo nesër, do të ketë ndikim pak më vonë, mirë po ato fjalë të thona me sinqeritet dhe përzemërsi, edhe të thona duke e synu kënaqësinë e Allahut fuqiplot, ato fjalë nuk shkojnë poshtë edhe nuk vdesin. Allahu i madhruar na udhëzoft neve, e na udhëzoft familjarët tanë, e fëmijët tanë, e na i ruajt familjet nga çdo e keqe të cilën dikush synon me ja u bë. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله